Ligji i rezonancës, pse asgjë në jetën tënde nuk është rastësi. Sipas psikologut të njohur Carl Jung, asgjë në univers nuk ndodh rastësisht. Njerëzit që takojmë, ngjarjet që na ndodhin dhe momentet që prekin jetën tonë janë pasqyra të botës sonë të brendshme. Kjo ide bazohet në konceptin e sinkronicitetit dhe ligjit të rezonancës, të cilat sugjerojnë se çdo takim dhe përvojë ka një kuptim të thellë që lidhet me shpirtin dhe të pavetëdijshmen tonë. Në këtë artikull do të eksplorojmë thelbin e ligjit të rezonancës, kuptimin e takimeve tona dhe rolin e tyre në rritjen shpirtërore. 1. Nuk ka rastësi, sinkroniciteti sipas Jungut. Carl Jung besonte se asgjë në univers nuk është e rastësishme. Çdo person që hyn në jetën tonë, çdo ngjarje që përjetojmë, është rezultati i një lidhjeje të padukshme shpirtërore. Kjo lidhje vepron sipas një rendi të paracaktuar në thellësitë e të pavetëdijshmes. Sipas Jungut, takimet tona nuk janë produkte të rastësisë, por shprehje të sinkronicitetit, një fenomen ku dy ngjarje lidhen në mënyrë kuptimplote pa ndonjë lidhje të dukshme shkak-pasojë. Për shembull, takimi me një person mund të duket i rastësishëm, por në të vërtetë mund të jetë jehona e një thirrjeje të brendshme. Këto momente, të cilat shpesh i quajmë rastësi, janë në fakt sinjale nga universi që pasqyrojnë gjendjen tonë të brendshme. Jung e përshkruan këtë si një fije të padukshme që lidh njerëzit dhe ngjarjet, duke krijuar një model më të gjerë që mendja jonë e vetëdijshme shpesh nuk e percepton. Çdo takim është një hap në udhëtimin tonë shpirtëror, qoftë për të zbuluar një mungesë, qoftë për të plotësuar një nevojë të brendshme. 2. Ligji i rezonancës, frekuenca e shpirtit tënd. Ligji i rezonancës bazohet në idenë se çdo gjë në univers vibron në një frekuencë të caktuar. Sipas këtij ligji, gjendja jonë e brendshme, mendimet, emocionet, besimet dhe dëshirat tona të pavetëdijshme lëshon një dridhje që tërheq njerëz dhe përvojat që përputhen me të. Me fjalë të tjera, bota e jashtme është një pasqyrë e botës sonë të brendshme. Nëse vibrojmë me frikë, mund të tërheqim situata që përforcojnë atë frikë. Nëse vibrojmë me dashuri dhe shpresë, tërheqim njerëz dhe ngjarje që pasqyrojnë këto cilësi. Jung e lidh këtë me idenë se mendja njerëzore ushqehet jo vetëm nga mendimet e vetëdijshme, por edhe nga emocionet e shtypura dhe përvojat e kaluara të ruajtura në të pavetëdijshme. Këto dridhje të thella formojnë një rrjet energjie që ndikon në marrëdhëniet dhe përvojat tona. Për shembull, një person që mban një plagë emocionale të braktisjes mund të takojë shpesh njerëz që përforcojnë këtë ndjenjë, duke krijuar një mundësi për të njohur dhe shëruar atë plagë. Ligji i rezonancës na tregon se ndryshimi i vërtet fillon nga brenda, duke transformuar frekuencën tonë të brendshme, ne ndryshojmë realitetin e jashtëm. 3. Kuptimi i takimeve, pasqyra të botës së brendshme. Sipas Jungut, çdo person që takojmë ka një qëllim specifik në jetën tonë. Ata mund të jenë mësues, udhërrëfyes ose sfida që na ndihmojnë të rritemi shpirtërisht. Këto takime nuk janë thjesht ndërveprime të jashtme, ato pasqyrojnë aspekte të botës sonë të brendshme, duke nxjerrë në pa cilësi, frikëra ose dëshira që mund të mos i kemi vënë re më parë. Për shembull, një person që na irriton mund të jetë duke pasqyruar një aspekt të shtypur të vetes sonë, siç është zemërimi ose pasiguria. Jung e quajti këtë proces individuacion, një udhëtim drejt vetnjohjes ku ne integrojmë aspektet e vetëdijshme dhe të pavetëdijshme të vetes sonë. Takimet me njerëz të vështirë shpesh krijojnë konfliktin e nevojshëm për rritje, duke na detyruar të përballojmë frikërat ose kufizimet tona. Në të njëjtën mënyrë, takimet me njerëz që na frymëzojnë ose na mbështesin mund të plotësojnë boshllëqet emocionale, duke na mësuar dashuri dhe dëmshuri. Çdo person që takojmë është si një pasqyrë që reflekton një pjesë të shpirtit tonë. Duke pranuar dhe kuptuar këto pasqyrime, ne mund të thellojmë vetëdijen tonë dhe të ecim përpara në udhëtimin tonë shpirtëror. 4. Roli i të pavetëdijshmes në tërheqje. Jung e shitet të pavetëdijshmen si një forcë dinamike që modelon jetën tonë në mënyra të padukshme. Ajo nuk është thjesht një depo kujtimesh të harruara, por një burim i fuqishëm krijues dhe transformues. Emocionet, besimet dhe traumat tona të pavetëdijshme krijojnë dridhje që tërheqin njerëz dhe situata me energji të ngjashme. Kjo është ajo që Jung e quajti tërheqje simbolike. Për shembull, një person që ka përjetuar refuzim në të kaluarën mund të tërheqë njerëz që përforcojnë këtë ndjenjë, duke krijuar mundësi për të eksploruar dhe shëruar atë plagë. Të pavetëdijshmja vepron si një magnet, duke tërhequr ose zmbrapsur bazuar në frekuencën tonë të brendshme. Kjo forcë shtrihet edhe në dinamikat e grupit, ku të pavetëdijshmja kolektive, besimet dhe modelet e përbashkëta të një komuniteti ndikon në marrëdhëniet dhe përvojat tona. Jung theksonte rëndësinë e njohjes së hijes, aspekteve të vetes sonë që i shtypim ose i ignorojmë. Takimet me të tjerët shpesh na përballin me hijen tonë, duke na dhënë mundësinë të njohim dhe integrojmë këto aspekte. Pa u përballur me hijen, zhvillimi i plotë shpirtëror është i pamundur.
Kështu, çdo person që takojmë është një mësues i të pavetëdijshme son, duke na ndihmuar të zbulojmë qoshet e fshehura të shpirtit ton. 5. Takimet dhe rritja shpirtërore. Jung besonte se çdo takim është një mundësi për rritje shpirtërore. Njerëzit që hyjnë në jetën tonë, qoftë si miq, armiq apo kalimtar, shërbejnë si mësues që na ndihmojnë të evoluojmë. Edhe takimet e vështira, të cilat mund të perceptohen si kërcënime, janë në të vërtetë mundësi për transformim. Këto situata na shtyjnë të dalim nga zona jonë e rehatisë dhe të përballojmë konfliktet e brendshme. Për shembull, një debat me një koleg mund të nxjerrë në pasiguritë tona duke na dhënë mundësinë të punojmë me to në të njëjtën mënyrë. Një marrëdhënie mbështetëse mund të na ndihmojë të zbulojmë forcën dhe dashurinë brenda nesh. Jung e shite këtë si pjesë e procesit të individuacionit, ku ne integrojmë hijen dhe aspektet e tjera të pavetëdijshme për të arritur një version më të plotë të vetes sonë. Rritja shpirtërore nuk ndodh vetëm në momentet e qeta dhe të këndshme, por shpesh vjen përmes sfidave dhe konflikteve. Duke pranuar çdo takim si një mësim, ne mund të thellojmë vetdijen tonë dhe të lidhemi më shumë me qëllimin tonë në univers. 6. Përtej rastësive, një jetë me kuptim. Ligji i rezonancës dhe mësimet e Jungut na ftojnë të shohim përtej rastësive dhe të pranojmë se çdo gjë në jetën tonë ka një kuptim. Rastësitë, sipas Jungut, janë gjua e të pavetëdijshmes, mesazhe që na udhëzojnë drejt vetnjohjes dhe evolucionit shpirtëror. Duke kuptuar lidhjen mes botës sonë të brendshme dhe asaj të jashtme, ne mund të jetojmë me një vetdije më të thellë. Për shembull, takimi me një person që na sfidon mund të jetë një ftesë për të thyer modelet e vjetra ose për të kapërcyer frikrat. Të shohësh përtej sipërfaqes së këtyre ngjarjeve na lejon të zbulojmë ciklet arketipike të jetës, modelet universale që lidhin përvojat tona individuale me ato të njerëzimit. Kjo perspektivë jo vetëm na ndihmon të kuptojmë veten, por edhe të ndjejmë një lidhje më të madhe me universin dhe të pavetëdijshmen kolektive. Përfundim, jeto me vetdije dhe kuptim. Ligji i rezonancës dhe mësimet e Carl Jungut na mësojnë se jeta jonë është një rrjet lidhjesh kuptimplote, jo një seri rastësish. Çdo person që takojmë, çdo përvojë që kalojmë, është një pasqyrë e botës sonë të brendshme dhe një mundësi për rritje shpirtërore. Duke kuptuar dhe pranuar këto lidhje, ne mund të transformojmë dridhjen tonë të brendshme, të integrojmë hijen tonë dhe të jetojmë një jetë më të vetëdijshme dhe kuptimplote. Në fund, Jung na kujton se çdo moment është një mësues. Duke parë përtej rastësive dhe duke u lidhur me frekuencën e shpirtit tonë, ne mund të zbulojmë jo vetëm veten tonë, por edhe vendin tonë në tapetin e madh të universit.